Definitivisht ka me pas sfida. Po nëse, Fidan, unë e pata mendimin, nëse ata diskutojnë për ndarjen e pushtetit, për qeveri, atëherë ka mundësi, nëse nuk diskutojnë fare për ndarjen e pushtetit, nuk di që ka mundësi se si mund ta diskutojnë çështjen. Jo, për mua shumë rregull, po na folëm për çështje për mua shumë çështje strategjike dhe rëndësishme në të cilën duhet përkrahur çdo iniciativë amerikane, patjetër. Në këtë mënyrë e kuptova. Çdo iniciativë amerikane duhet përkrahur, pra nuk ka dilema, ha? Absolutisht. Po nëse shembull hipotetikisht po e nxjerrim që me u bashku me Shqipërinë? Jo. S'po shkoj deri as larg aty se pastaj Halid na ndërhyn me telefon. Po e kisha fjalën, thash, nëse për Kosovën do të ishte një projekt i shtrenjtë, që Kosova nuk do mund ndoshta të ballafaqohej me ta trajtonte, do të ishte një barë e madhe. Hipotetikisht po flas, s'po them që është. SBA-t kanë thënë që për zotin Kryeziu e kam fjalën. As duhet t'i thuhet jo, edhe kur është miku i madh se shembull nuk është në interes? Shembull. Nga përvoja ime dhe përvoja unë gjithmonë, Amerikanët nuk kanë qenë ndaj popull, ndaj qeverie cila ka shty qeverinë e Kosovës të ndërmarrë ndonjë veprim që është i vështirë, i rëndë. Ata kanë lehtësu, facilituar. Kanë ditur shtyjnë edhe veprime të rënda. Për shembull. Për shembull. Marrëveshja e Washingtonit. Për? Asociacion. Marrëveshja e Washingtonit. Ka qenë veprim i rëndë, shkaktoi rrëzim qeverie këtu. Për kufit, po mendon? Jo për kufi, marrëveshja e Washingtonit në tërësi, ideja për të shkuar atje për të bërë një marrëveshje me Serbinë. 4 shtator 2000. Po. 2020. 2020, jo 2000. 2000. Ajo duhet me diskutuar, ato. Po prandaj po them jo, aty